Shkolla fillore Mustafa Kemal Ataturk në Ogostivar festoi patronatin e saj, ku pjesëmarrës pos udhëheqësisë së shkollës ishin edhe prindër e mysafir të shumt, mesin e të cilëve dhe përfaqësues të pushtetit lokal dhe presidentja e Maqedonisë Gordana Siljanovska-Davkova. Jam në vendin dhe kohën e dur, tha presidentja, pasi siç sqaroi, ajo ka lindur në një shtëpi turke, pastaj ditëlindjen e ka në maj, kur edhe shënohet patronati kësaj shkolle dhe se ajo vetë është mësimdhënëse. E tha se ka respekt të madh ndaj Mustafa Kemal Ataturkut, jo vetëm se ishte me priardhje nga qyteti i manastirit, por pasi ka qenë reformator i madh. Ne možemo da ne iskažem ogromno zadovoljstvo i počit kon ovoj. Nuk mund të mos u shpreh kënaqësinë e madhe dhe respektin në këtë ambient multikulturor, duket shkëlqyeshëm. Mos flas për datën se sa e rëndësishme është, pasi nuk besoj se ka në botë datë më të rëndësishme se 19 maj, pasi jam duke menduar për fillimin e luftës nacional çlirimtare, por edhe se sa e bukur është të jesh në mesin e të rinjve dhe mësimdhënësve në ditën e rinisë dhe sportit. Me këtë rast, presidentja Siljanovska-Davkova ka dhuruar mirënjohje për nxënësit e dalluar të kësaj shkolle. Ajo përcolli mesazhin se investimi më i mirë është dituria. Kështu tha ajo, ne kryejmë një shoqëri dhe rini më tolerante dhe më kompetente. Nuri Mazlam, drejtori i kësaj shkolle, sqaron se mësimin e zhvillojnë në 3 gjuhë, shqip, turqisht dhe maqedonisht, dhe me kushte shumë të mira. Ai tha se prezenca e presidentës së shtetit dhe kryetarit të komunës paraqet nder të veçantë në festën e patronatit. Kam një nder veçantë që pjesëmarrja kryetarit të shtetit dhe kryetarit komunës kam po një nder veçantë për pjesëmarrja e atyve. 19 maj është dita e rinisë dhe dita e sportit. Aqe se optova maqedonisht dhe turqisht, thash se a ka diçka më mirë, kemi një ditë për rinin edhe për sportin, për shkak se rinia jonë është garant për armërin tonë, edhe si shtet, edhe si komun, edhe si familje. Në fund të ceremonisë, me një program të begat kulturor-artistik, para të pranishmjeve u paraqitën nxënësit e kësaj shkolle. Ndryshe, në kuadër të shkollës fillore Mustafa Kemal Ataturk, janë edhe 3 shkolla periferike me mbi 1300 nxënës. Kjo shkollë është themeluar në vitin 1945 dhe deri në vitin 2006 ka mbajtur emrin Petre Jovanovski, ndërsa 19 vitet e fundit ban emrin Mustafa Kemal Ataturk.